20.500 euro është shuma e gjobave që u janë shqiptuar partive politike për shkelje gjatë fushatës zgjedhore. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashresa për gati 2 javë të fushatës për zgjedhjet lokale ka gjobitur nga njëherë 4 parti politike e 2 herë një iniciativë qytetare në Skënderaj. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, kjo shumë e gjobave është e ullët duke krahasuar me periudhën e njëjtë të fushatës për zgjedhjet parlamentare të mbajtura në shkurt. Besoj që ka dhe një farë lloj vetëdijsimi të kandidatëve, qoftë për kryetar komunash edhe këta të kuvendeve komunale, që nëpërmjet paraqitjeve publike çfarë do qofshin ato, të mos ekspozohen në kuptimin që të përdorim gjuhë të ashpër, gjuhë urrejtëse apo vendice. Dhe unë mendoj që këtu ka reflektuar edhe fakti që BZAP në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare nuk ka qenë fare tolerante sa i përket shqiptimit të gjobave. Ju e dini që diku mbi 600.000 euro gjoba janë shqiptuar. Bugashku thot se kandidatët në këto zgjedhje kanë zhvendosur të gjithë fokusin në rrjetet sociale. Po në përgjithësi fushata është e qetë, nuk po vrej që ka ndonjë incident ose ndonjë përplasje apo ndonjë gjuhë të ashpër të urrejtjes apo të nxitjes mes kandidatëve, qoftë për kryetar komunash, qoftë edhe për kandidatë për këshilltar të kuvendeve komunale. Vjedhëmisht po vrehet gjithashtu edhe fakti që ka një aktivizëm të kandidatëve për kuvende komunale dhe për kryetar komunash në një lloj të fushatës online, pra nëpërmjet platformave sociale. Fushata për zgjedhjet e 12 tetorit ka nisur zyrtarisht më 13 shtator.